wanted with you. Tada, jam ullur diku këtu në natyrë, t'ju tregoj pak, diku këtu, që kam njerëz pas, edhe shumë njerëz, edhe uroj shumë që mos të më dëgjoni mirë, jo mos të më dëgjoni, por uroj shumë mos të dëgjoni zhurma dhe të më dëgjoni ju mirë, sepse do bëjmë një mini haul të vogël se çfarë kam bler për përgatitjet e ditëlindjes. Okej, data sot është 9. Ju mesazhin e bukur e keni marrë, por do flasim në një ditë tjetër për atë temë. E rëndësishme është që unë jam shumë e lumtur dhe shumë falenderuese sidomos për prindrit e mi dhe të dashurin tim që i kam, domethënë prindrit e mi, familjen time edhe vllajin edhe të dashurin tim që i kam kështu. Në njërin krah ata, në njërin krah të dashurin dhe jam vajza më e lumtur në botë dhe më me fat në botë edhe lutem vetëm që të jemi mirë të gjithë. Të bëjmë një super cute unboxing të vogël që jam për përgatitjet e ditëlindjes, për të bërë photoshooting, ditën e ditëlindjes që thjesht mezi po pres që i dashurim të vijë dhe të jemi bashkë me vllajin, me kushuririn, edhe do jem thjesht me çunat sepse dhe Anja do ikin në Shqipëri atë ditë. Por që po, do jemi së bashku në kontakt. T'ju tregoj, gjë e parë që kam marrë është kjo këtu, që janë në disa shkopinj për t'i vendosur tek torta apo tek keku që unë do bëj që do fryj shirin. Dhe kam marrë edhe një karton të tillë, happy birthday, sepse më duhet nesër që do bëj photoshooting e ditëlindjes. Do mbaj gjërat e mia aty dhe të jemi pak me vibe happy birthday. Kam marrë gjithashtu edhe një letër nga këto të paketimeve, por që më duhet për të bërë një tufë me tulipan. Sot në fakt Armando më kishte sjellë një tufë me tulipan të verdhe dhe të kuq. Do marrë edhe disa të tjera dhe të bëj një tufë akoma më të madhe për veten time. Kam marrë gjithashtu këto kartopecetat që janë për të vendosur në tavolinë dhe gjëra kështu, për të ngjatur pak bukur, janë në formën e zemrës. Pastaj kam marrë tjetër një qirim, kjo më duhet për photoshooting, për t'i fryrë në ato momente. Pastaj kam marrë për ditën e vërtet të ditëlindjes 2 numra 22, 22 bëj apo 21, 22. Këto këtu që janë ndizën dhe janë se tip fishek zjarresh. Nice, shumë të bukura dhe këto. Pastaj kam marrë tjetër këto me yje për t'i plasur për shefin ton ditën e ditëlindjes. Edhe këte kam marrë tek Teddy për të bërë tufën e luleve dhe për ta vendosur si fjongo. Shumë bukur. Kam marrë diçka tjetër. Këto janë gjërat kryesore, diçka që kam marrë jashtë birthday për gjërat e birthday. Kam marrë këto pipzat e qelqit, por që më pëlqen sepse ka dhe pjesën për të pastruar pipzat nga brenda, edhe kam 2 pipza qelqi në shtëpi, por nuk pastrohen dhe aq mirë për shkak se nuk e kam atë tubin që futet aty, edhe i mora dhe këto se më duhen. Pastaj edhe 2 gjëra të tjera që i mora për veten time, është vaj rozmarinës edhe një spray rozmarine. Këto të dyja. dhe po ham mëngjesin drekën, nuk e di qa është tani, dhe kemi marrë një avokado breze që është tipike gjermane dhe jemi ullur këtu me këtë vibe shumë të bukur. Unë sot jam veshur si pak Spanjë, si pak Itali,
Por jo, jam në Gjermani, nuk ndryshojmë dot të realitetin. Nuk e arritëm 5K, por unë doja shumë që kjo të ishte ajo që të përmbante vlogu i ditëlindjes, që ishte për t'ju treguar për këtë vendimin tim që ju kisha thënë, edhe jam shumë e lumtur në fakt, sepse këtë vendim e kemi marrë unë dhe i dashuri im, siç disa për jush e din, disa jo, ne kemi në qershor bën 6 vite që jemi bashkë, edhe në këto 6 vite kemi qenë gjithkohës në distancë. Edhe vendimi ishte nga të dy, po, këtë vit do jemi afër, do bëhemi bashk, edhe ishte një dëshirë shumë e madhe e imja për të kthyer në Shqipëri. Besoj ju e keni kuptuar nga vlogjet e mia se sa e dua unë Shqipërinë, vendin tim, me të mirat dhe të këqijat e veta. Edhe këtë vendim e kemi marrë diku para 3 muajsh, bashkë me familjen time edhe të dashurin tim, po ajo shtysa më e madhe dhe që po vërtet do kthehem ka qenë i dashurim, sepse ai nuk e shikon shumë të ardhmen dhe jetën e vet në Gjermani, duke qenë se punon në fushën e tij në Shqipëri, ka gjërat shumë të ngritura, punon në biznesin e vet familjar dhe në një të ardhme unë do kthehesha në Shqipëri. Ky është vendim që ose domethënë me dy alternativa, ose do kthehem përfundimisht në Shqipëri, ose do largohem nga qyteti i Augsburgut, nuk do jetoj më me vllajin dhe do jem diku te 4-5 orë larg për të vazhduar shkollën që unë doja. Por ja, kemi marrë këtë vendimin që unë do kthehem edhe jam vajza më me fat dhe më e lumtur në botë për këtë vendim. Nuk do qaj se kam qarë boll 3 muaj që kur e kam marrë këtë vendim nga gëzimi që kisha brenda meje. Edhe mezi po pres, do kthehem përfundimisht në korrik edhe këto ditë edhe këto muaj, po i shijoj shumë, mundohem që të dalë gjithë kohës, sepse do më mungoj shumë Augsburgu, e them këtë. Ka qenë një eksperiencë domosdoshme për mua që të më bënte vajzën që jam sot, jo vajzën e vogël që ishte para 2 vitesh. Edhe do kthehem, do vazhdoj shkollën time që dua për art design, në një nga shkollat më të mira në Tiranë në fakt. Kam përfituar edhe bursë aty edhe jam shumë e lumtur dhe krenare për veten time për këtë gjë. Kam bërë regjistrimet, kam gjetur edhe shtëpi, në qershor do vi të bëj kontratën e shtëpisë. Gjërat po shkojnë shumë mirë deri tani, edhe realisht kam dashur ta mbaj pak për brenda dhe për veten time këtë moment, prandaj nuk ua kam treguar që në fillim, edhe jam shumë e lumtur. Nuk është se ka qenë një vendim shumë i lehtë, por ka qenë një vendim zemre, edhe kur gjërat bëhen me zemër, nuk pendohemi kurrë. Edhe nëse po pyesni tani që pse nuk kthehem që tani në Shqipëri, në vendin tim, është sepse po punoj për të paguar gjërat e mia, që të jem e zonja e vetes dhe e pavarur, edhe ky është qëndrimi apo vendimi që unë kam marrë, që të jem po kështu e lumtur, të blej gjërat që dua, të pagoj shkollën time dhe të jem ajo vajza e vogla, Paula e vogël, po tani e rritur edhe krenare. Është data 14 maj, edhe është ora 10 e darkës dhe unë jam bërë gati. Mund ta kuptoni që kam bërë pak make-up më të rënduar se në përditshmëri. Dhe do dal me shoqet e mia, do presin ditëlindjen time jashtë, do ham ndonjë gjë të vogël, edhe do pim ndonjë alkool si rrallë herë që ndodh dhe kjo gjë. Edhe t'i tregoj pak edhe veshin, e veshur shumë thjesht me make-upin edhe me varsen që kam egzageruar pak nga përditshmëria. Si fillim t'ju tregoj që i kam kombinuar aksesorët në silver, kam vendosur këta vathe silver edhe këtë varsën e madhe që nuk e vendos, është hera e parë në fakt, dhe kam marrë këtë çantën me gura po prap në silver, por që vjen në blu sepse kam kombinuar thjesht të këmishën saten,
Nuk është këmish në fakt, po vjen si tip këmishe që ka këto të lidhurat këtu edhe këto krahët kështu, me një palë gjinse të thjeshta dhe atlete. Jo në një gjë kush e di. Edhe kështu duket i gjithë luku dhe tani le të dalim, të kënaqemi edhe të presim 22-shin dhe këto janë nga momentet e fundit si Paula 21. U rritën përgjegjësit. Kjo është vetëm një gjë që mendoj kur mendoj që po rritem. Shifemi pastaj. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në vlogun e ditëlindjes së Paulës. Unë jam Sonila, jam shoqja më e mirë e Paulës këtu në Gjermani, normalisht edhe në Shqipëri edhe kudo, se pa mua tani Paula më vjen keq, nuk të hiqem ndaç, nuk e di, nuk të hiqem, tani je pjesë e imja, pranoje. Unë po nis një video vlog, me mua nuk ka të bëj fare ky lloj profesioni, unë nuk marr vesh fare, nuk e di sa doja dal, po kam dëshirë që t'i bëj Paulës këtë videon, se dua që ta ketë gjithmonë kujtim, se tani siç e dini Paula do kthehet në Shqipëri. Jam shumë happy për Paulën, se është realisht vendimi më i mirë, edhe ato që kanë mundësi që të kthehen, why not, halal ju qoftë. Paula ja doli, i lumt, nuk e di, domethënë jam shumë krenare për gjithë periudhën që kemi kalu bashkë, se ne pothuajse çdo gjë e kemi ndarë bashkë sa kemi jetu këtu në Gjermani. Po normalisht edhe kur shkoj në Shqipëri, Paula e din ajo që do shkruajmë bashkë, se nuk i hiqem, siç thash. Tani ne kemi bërë që do dalim në 12:30, domethënë në 12:30 do takohem me Paulën, që ka kaluar i bie edhe data 15, që Paula ka ditëlindjen. Edhe unë kam menduar t'i bëj këtë video, t'i bëj bashkë me reagimin, kam bler një tortë. Tortën do ja tregoj tani, një sekond. Kam edhe tortën këtu dhe po ja tregoj. Kjo është torta e ditëlindjes, prandaj jam edhe në kuzhinë për momentin, se doja t'ju tregoja tortën, që është me qershi. Për momentin është shumë e ngrime, se ka qenë në ngrirje, po normalisht do shkri se po e lë jashtë tani. Është torta kullorje. Edhe doja bëjmë surprizë Paulës. Ajo nuk e ka iden, besoj që unë i kam bler edhe tortë. Do jetë reagimi bukur ai që do shikoni, mbesoni për këtë. Also, unë që nuk di ku të shoh, Paula kur ta shofi këtë video do më thot, po pse nuk e par aty, pse nuk e ke par këtu? Paula, sorry, po kjo është the best I can do it. So, yeah. Kjo është torta me qershi, për Paulën që është si qershi. Se unë tani u bëra dhe gati, kam vesh jaketën, do të marrë dhe dhuratën. Sekond. Don't mind kuzhinën time. Uroj shumë që Paula ta pëlqej. Nuk e di, uroj dhe shumë dhe që t'i bëj, përveç se t'i pëlqej. Po kam përshtypjen se do t'i pëlqej dhe do t'i bëj. Si që shikoni, unë kam dal. Ora është 12:20 minuta. Këtu kam edhe tortën, edhe dhuratën, edhe do ikim te Paula. Uroj shumë që të mos se ke çunë mendje këtë surprizën që po i bëj unë. Domethënë mos i shkoj mendja fare, që t'jetë tamam surprizë. Also, kamera më dridhet, ka që po eci, më duhet të kap tramin. Juhu! Për momentin sa po erdha, dhe tani po pres Paulën, që më duket se po e shoh edhe po vjen. Tani do kam reagimin e Paulës. Edhe torta është gati. Edhe ja ku i kemi zonjushën. Nuk bën vlog vetëm Paula, edhe unë bëj vlog. Shumërime për ty, shumërime për ty, shumërime për Paulën, shumërime për ty. Tani ti mendoj një dëshirë.
ti që është hera e parë. Faleminderit shumë që të kam. Edhe unë jam shumë e fat që e kam për Paulën. dhuratat, për të gjitha. I love you. Kjo është surpriza më e bukur. Tani hape tani. Ka kaluar ora. Tani ka kalu ora. Nuk është një gjë e madhe. Nuk e di po e ke këtu a ke treguar. Nuk e kam treguar. Sonila ka bërë vlog për mua. Toni Kam bërë të papërë. Jo të gjithë e bëjnë këtë. E kam thënë. Marrë me zore dhe nuk dali në video. E kam thënë. Unë e kam thënë. Shumë e bukur Sonil, shumë e bukur. Wow. Pa provoj një herë se jo vetëm vëju nasti. Ua, nuk mundem, kjo nuk do i kur nga dora ime. Është shumë e bukur. I love it. Wow. Dojmë shumë të gjej fjalët e duhura kur vim puna për t'ju falenderuar. Nuk e gjej dot, thjesht faleminderit shumë, faleminderit për çdo urim, për kohën tuaj që keni marrë, thjesht për të më nisur edhe një mesazh. Shumë vajza nga ju që më keni shkruar pa komunikuar kurrë më përpara dhe më keni shkruar për herë të parë. Më keni uruar për ditëlindjen, ju kam shumë gjanë të gjithave, faleminderit shumë, edhe jam shumë mirënjohëse që jeni pjesë e jetës time, jeni pjesë e jetës time të së pandashme, dhe jo vetëm e pandashme, po një pjesë shumë e rëndësishme e jetës time, sepse energjia juaj më bën që unë të ndihem shumë herë më e lumtur, kështu që faleminderit, do marr kohën time që t'ua kthej të gjithëve përgjigjet një nga një. Nëse e sigur që do harroj ndonjë është jo sepse nuk kam dashur apo nuk kam pas kohë, sepse kohën do ta gjej, por thjesht vetëm sepse Instagrami shpesh herë bën rrëmujra edhe zhduken mesazhet. Okej, Paula 22 thjesht kuptoj që rriten përgjegjësitë edhe që jeta është shumë e bukur. Këto janë dy gjëra që kuptoj në këtë kapitullin tim të 22. Shikoni një tuf gjigande me lule këtu pas. Shikojni pak se sa të bukura që janë. Ka trëndafila, ngjyrave të ndryshme. Janë trëndafilat dhe lulkat që më ka bërë mushi ime, që i kishte dërguar me kushurinë. Kishte dërguar kushurinë që ti merrte edhe që mi solli sot. Jam shumë e lumtur, vin aromë shumë e mirë. Mushi, ju dua shumë, edhe ty edhe babi më mungoni shumë, do vi shumë shpejt për pak ditë, edhe do jemi gjithmonë afër, nuk do ndahemi kurrë. Jam shumë e njohëse për prindit që kam vërtet. Nuk e them këtë sepse janë prindrit e mi, po janë prindër vërtet shembullor edhe vërtet shumë të fortë. Edhe i dua shumë, nuk kam fjalë. Çdo prind për fëmijën e vet është ashtu. Faleminderit Zotit për çdo gjë të mirë dhe çdo mundësi që kemi edhe çdo mundësi që na fal Zoti çdo ditë për të jetuar, për të qenë të shëndetshëm dhe për të gëzuar më shumë njëri tjetrin dhe shëndetin e njëri tjetrit. Kisha premtuar që nuk do qaja, po erdhi i dashuri tani dhe takova dhe kalova pak kohë me të, edhe po më jepte dhuratat që më kishin dërguar mami vet, ai vet, nëna e tij, domethënë unë mbusha plot. Thjesht nuk doja të qaja sepse jam shumë e lumtur vërtet në këtë periudhë të jetës time dhe nuk dua fare që njerëzit të shpenzojnë për mua. Thjesht më mjafton fakti që të jemi të gjithë mirë. Pastaj kjo letra që kishte shkruar mami më kaputi shpirtin. Unë e di shumë mirë që prindrit shqiptar, familjet shqiptare, më të shumtat 90% nuk janë rritur me atë edukatën që ne duhet të shprehim shumë dashuri. Edhe në familjet shumë shqiptare mungojnë shumë fjalët mami të dua, babi të dua, ju dua shumë, ju kam shumë xhan, faleminderit për të gjitha. Por tani që rritemi kuptojmë se sa e rëndësishme është të themi të dua, edhe se sa e rëndësishme është që të kalojmë kohë me ta sepse vitet ikin shumë shpejt. Edhe po rritemi shumë shpejt. Okej, nuk ka lot, por e haton. Ti tregoj pak dhuratat se çfarë kam marrë për ditëlindjen time. Janë shumë të bukura që të gjitha. Mund të jetë nga ditëlindjet që kam marrë dhuratat më të bukura që më pëlqejnë pafund që të gjitha. Nga ta nis, nuk e di, keni parë, po e nis me dhuratën e Anjës të parën, që është edhe më e madhja, nga pjesa dhe e kartonit.
Anja më ka marrë një çantë që është për në universitet, po jo vetëm. Por ideja dhe qëllimi ishte kjo dhe është çanta Longchamp. Është çanta Longchamp në masën L, që është masa më e madhe. Me sa di unë e Longchampit, edhe është shumë e bukur njerëz. Unë e dashuroj Longchampin, janë nga çantat më të forta, edhe nëse jeni duke kërkuar një çantë për universitet, janë çantat perfekte. Pastaj përveç çantës më ka shkruar edhe një kartolinë, shumë e bukur edhe kjo, edhe e qershia mbi tortë të gjithë dhuratës është ky ylli. Shikoni pak se sa e bukur, edhe mbrëm që dolëm në darkë kjo vezullon të kudo. Që tregoj edhe dhuratën e Sonilës që më bëri dhe surprizën me tortën dhe isha shumë e lumtur, shumë e emocionuar. Njerëz, jam kënaqur në këtë ditëlindje, t'ju them të drejtën, dhe më ka marrë një unaz nga Swarovski. Nuk e besoj dot, është shumë unaz e bukur edhe perfekte. Shikojini pak, është në formën e diellit. Ju i keni parë klipet nga Sonila? A e keni parë se sa shoqe të mira që kam? A e keni parë shoqet e mia që bëjnë edhe vlog, edhe gjëra të bukura, edhe surpriza? Shikojini pak se sa e bukur unaza, shumë e bukur, me doçkat e mia, jo shumë të bukura, se s'kemi thënë të bëra, por perfekte, është një diell. Ndërkohë, mami dhe babi më kishin nisur lek. Që unë të blija çfarë të doja, edhe brenda zarfit më kishin vendosur datë letrën që shumë e bukur. Do doja shumë ta ndaja me ju, do e mendoj një herë, do e konsultoj dhe me mami nëse po do lë diku këtu anash, dhe t'ju tregoj pastaj dhuratën që më ka bërë Armando me Jessin, me të dashurën e vet. Është një çantë nga Guess, jo një çantë për përditshmëri, se ju e keni parë, unë kam çanta për përditshmëri goxha në fakt, edhe më kam bler një çantë shumë të bukur. Nuk mundem, kjo është shumë verore. Është tepër e bukur, është kjo çanta jeshile kështu me këto gurat, pas ka edhe zinxhirin e gjatë, e vogël, është tepër perfekte. Domethënë në ver kjo gjë super e bukur. Nuk e di, mua më pëlqen shumë e bukur. Shumë e bukur, edhe nga çantat e Guessit kam vetë gjithmonë shumë e kënaqur, se kam edhe një çantë të Guessit, kam edhe portofolin, edhe ka vërtet gjëra të mira. Edhe paketimi pastaj super e bukur, me këtë fjongon këtu që unë e zgjidha. Shumë faleminderit, ju dua shumë. Njerëz, kur ju them që jam shumë e fat dhe e lumtur, jam vërtet një vajzë me fat, edhe ndoshta kur kam qenë më e vogël nuk i kam ditë vlera dhe rëndësitë sa gjëra, po tani që jam rritur, ua di aq mirë vlerat sa gjërave dhe jam me vërtet shumë e kënaqur. Kjo është dhurata nga mami dhe babi i të dashurit tim, që më kanë bërë diçka, një aksesor që unë e hapa dhe e provova, se në fillim thash mos është e vogël. Pjesa më e bukur, njerëz, është që më kanë shkruar një kartolinë, domethënë pas kësaj ekziston një letër e shkruar për mua. Edhe thjesht t'u them fundin që është të jesh e lumtur dhe bashkim të shpejt me pip të dashuri. Nuk ka qef të ekspozohet shumë as me emër, as me asnjë lloj gjëje ky i dashurim. Nëse e shikoni në një sken, vjeni që e ka marrë me zor. Njerëz, nuk e keni iden se sa shumë e kam pasur qef, sidomos kur ua shikoja dhe të tjerëve, një bërzylyk Pandora. Unë këtë gjë nuk e kisha shprehur ndonjëherë, edhe vetëm kur hap këtë, dhe shikoj një bërzylyk Pandora për mua, për ditëlindjen time, është kjo këtu. Shikojeni pak, është kaq e bukur, edhe detaj që kanë vendosur këtu. Një nga këto, njerëz, nuk jam shumë e saktë, këto ka një emër që unë nuk e di, po nëse e gjej do ua shkruaj këtu poshtë. Dhe është një breshk, dhe zakonisht breshka është për çështjen e mësyshit. Kështu që mos na hani mësysh. Edhe tani kjo, kudo që të shkojmë në përvende, udhëtime në përbota, apo qoftë dikush që dëshiron për shembull të më bëjë një dhuratë nga pjesa e familjes time, për shembull mund të më blejnë gjithmonë, për shembull mami dhe babi mund të më blejnë diçka që është lidhur me familjen, i dashuri mund të më blejë diçka që është lidhur me dashurinë, një shoqe mund të blejë diçka që është lidhur me shoqërinë. Edhe kështu funksionon kjo pjesa e bërzyllykut të Pandorës, dhe është tepër perfekte dhe fiks e programuar për dorën time. Fish, ti tregojmë bashkë dhuratat që më ke bler. Nuk e di, njerëz, çfarë do t'i bëj të ndryshoj mendjen këtij njeriu tim. Nuk e di. Tani që do vi dhe në Shqipëri një herë dhe do jemi shumë kohë bashkë me njëri tjetrin, nuk e di si do ta shmangun këtë situatën. Sa do bindesh. Por ishte puna që i dashurim të më blinte dhuratën për ditëlindjen.
unë u mërzita. E dini pse u mërzita? Se thash ti nuk e menduar asnjë gjë dhe po më pyet vërtet mua që ç'a dua unë, se unë njerëz kam diçka që mua nuk më pëlqejnë dhuratat apo gjërat kur më pyet ç'a do të blej dhe unë të them kështu. Mua më pëlqen që të më blesh diçka nga vetja jote, ç'a të pëlqen ty që mendoj që më pëlqen dhe mua, edhe ti që do ngelet gjithmonë ai kujtimi i joni përbashkët, domethënë. Nuk më pëlqen për shembull që dikush të më bëjë një dhuratë që thjesht se më pëlqen vetëm mua dhe ai se ka qef. Edhe më tha pastaj po ç'a do, jo këtej po andej, se ky tani më kishte bler një parfum, edhe donte të më blinte edhe diçka tjetër. Edhe unë u mërzita dhe thash ti nuk e di ç'a kam unë qef, e gjëra kështu si jemi ne gocat, e di nuk jam e vetmja. Edhe pastaj ç'a bëri, edhe më tha zgjidh diçka ç'a ke qef ta amitje pastaj. Edhe thash, e di që e kam qef amitje. Edhe pastaj zgjodha një kostum tek amitje, po t'i tregoj në fillim parfumin. Se kostumin amitje e prisja, parfumin nuk e prisja, do me thënë të drejtën, edhe ishte kështu, po kjo thash, kush më ka dërguar? Edhe është ky parfumi, Gucci, Flora, nuk kam pas kur parfum Gucci, mund të jetë dhurata e parë në fakt nga kjo firma Gucci, nuk e njohim këtë firma Gucci, ndonjëherë, edhe është ky parfumi këtu, edhe e provova dhe pak që parë, ka fix arom vere, arom lulesh, arom që ngelet edhe nuk e kam ndjerë shumë këtë si parfum. Parfumet për ne gocat nuk janë kur mjaftueshëm. Kemi kostumin amitje. Ta shohim pak në sugjerimin e gocave, e kam marrë masa S, duke qenë se jam pak e shkurtër edhe nuk dua që masa më të më ri shumë e gjerë. Kështu që kartonin e ka lënë në Shqipëri dashurim, sepse nuk mund ta merrte dot me vete. Kemi këtë kartën e amitjes, shumë të bukura, Primavera, është koleksioni i pranverës 2025 që ka lançuar Alda. Super mirë, edhe materiali vërtet shumë i mirë. Le ta shohim pak më me detaje. Është pjesa e këmishës, shumë e bukur, edhe detajet tek mënga këtu. Shikojni pak që vinë me këtë detajin e logos së amitjes, edhe pjesa e jakës që vjen kështu që është përthyer pak. Do ta provoj një ditë në një vlog tjetër edhe do ta shohim se sa bukur që na ri. Edhe pjesa e pantallonave ka pjesën këtu përpara, njësoj si te këmisha. Shumë material i mirë, vërtet shumë material i mirë. Alda bën vërtet një punë të mrekullueshme. Nuk e di, nuk kam fjalë. Nuk e tregova që i dashuri më kishte sjell edhe pufa nga Shqipëria, edhe cinj. Me siguri duhet jetë edhe lakta, se po. Se unë vdes për lakta. Më ka nisur, më ka dërguar, më ka sjell. Shumë faleminderit, vdes për cinj. Këto janë gjërat që na mungojnë ne këtej. Por shumë shpejt, nuk do më mungojnë më. Edhe një dhuratë që unë ja kam vërë vetes time edhe ma ka sjellë i dashuri në Gjermani, është një kas për telefonin, super e bukur për tani në verë që e ka marrë tek Serene, që është një fashe e re, mund të them, një gocë e re që ka hapur biznesin e saj të parë, vajza quhet Sara, edhe e përshëndes edhe bravo për punën e bukur dhe të veçantë që ka bërë, dhe ky është coveri i telefonit që do na shoqëroj gjithë verën tonë. Super e bukur, shumë e bukur.